Me largimin e 5.000 trupave Amerikan nga Gjermania dhe reagimin e ministrit të mbrojtjes në Gjermani, a është duke i tërhek Amerika këta trupa sepse pi duhen në luftat që i ka hap, apo është i hap rrugë Rusijes të i thonë mshaj Europës mos u mërzit për këtë punë. A aty me prit venin në luftë e re, unë nuk kam kështu fort qatë sa më me lexu lexoj sa i përket geopolitikës, por nuk është që jom i duhur i për këtë punë, paraprakisht mos më para gjykani më thona jo kështu ja ashtu studenti, nuk di, po nuk di me juve, jo pës juve që sheni që televizjen e tërheqje se 5.000 trupave, se shpeshere e kena pas një parë përballje Amerika nuk e ko trupat kërkue me kone i the, se o kone parë diskutimi edhe për Kosovën, ja që pihe ka trupat në momente të caktuara.